أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nderuari imam, nderuari kryetar, antar të kryesisë, ju xhamatlin, vëllezër dhe motra, ndihem i nderuar që sonte jam i ftuar dhe jam mesin tuaj këtu për t'ju përshëndetur në emër të komunitetit musliman shqiptar në Austri. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Me lejoni që në emër të komunitetit musliman shqiptar në Austri, të kryesisë, imamëve, kryesive të xhamive dhe xhamatlinjeve nga të gjithë xhamit shqiptare këtu në Austri, që t'ju përgëzoj dhe t'ju uroj për punën tuaj, angazhimin tuaj, kontributin tuaj fizik dhe material për të qenë ne sonte këtu në fundin e garës tuaj që insha Allah së shpejti do të përfundohet dhe do të kurorzohet me hapjen e objektit të cilin ju e keni përgatitur. Me lejoni që të falenderoj, të përshëndes, të dëshiroj mirëseardhje të gjithë mysafirëve, duke filluar nga doktorët, të gjithë doktorët prezent, përfaqësuesit diplomatik nga ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të gjithë mysafirët tjerë, nga do që janë vëllezërit dhe motrat, imam, kryetar të xhamive, antar të kryesive, vëllezër dhe motra xhamatlin, duke mos e harruar moderatorin tonë të nderuar, hafizlerët që do të na argëtojnë me recitime, Kur'an ilahi dhe të gjithë pjesëmarrësit tjerë në aspektin artistik dhe gjithë ekipin organizativ. Allahu xhaleshanuhu ju shpërbleft. Shpresojmë që insha Allah të jemi në këto momente në mëshirën e Allahu xhaleshanuhu dhe në vëzhgimin e engjëjve të Allahu xhaleshanuhu për të kaluar këto minuta, këto momente me një atmosferë të cilën e ndijmë edhe shpirtërisht, por e përjetojmë edhe në aspektet tjera. Dhe inshallah gëzimin më të madh do ta kemi atëherë kur ne do të hyjmë në dyert e këtij objekti. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që besimtarin e bën të kënaqur shtëpia e gjerë. Ndërsa në këtë aspekt mendoj se edhe xhamia e gjerë është një kënaqësi e veçantë. Dhe ne tashmë po e përjetojmë në Linz, po e përjetojmë nga afër, me shpirt dhe me zemër, se çfarë do të thotë të kesh hapësirë të mjaftueshme, dhe kushdo që të vije e ke ballin hapur. Prandaj mendoj se edhe ju do ta përjetoni këtë dhe inshallah për shumë vite ju dhe fëmijët tuaj dhe çdo mysafir që do të vijë aty do të jetë i kënaqur me pamjen, optikën dhe kushtet që ofron objekti. Shqiptarët mendoj që nga vitet e 70 po e kalojnë një 50 vjeç këtu. Dhe mendoj se kanë lënë gjurmë, por disa ndoshta do të harrohen. Dhe këto që në vitet e fundit në disa xhami shqiptare kanë bërë objektet e veta, kanë vënë themelet e veta, të cilat nuk do të harrohen dhe nuk do të shlyhen. Pra, edhe nëse vjen puna që ndoshta të mos ekzistojnë si ndërtesa, gjurmët e atyre do të jenë çdo kund. Ne ishim para 10 ditë në Jerusalem, në Mesjidul Aqsa, dhe aty pam se gjurmët kishin mbetur nga të gjitha kulturat dhe fuqitë të cilat kanë bizotruar atë vend. Pra, secila i kishte të vetat dhe asnjëna nuk kishte tentuar t'ia shlyejë asaj tjetrës. Prandaj shpresoj që edhe gjurmët tona këtu do të mbesin dhe urojmë që të mos ketë përpjekje për na shlyer dikush ato,
dhe uroj që ato të zgjerohen dhe të rritën dhe t'i hapin dyrë dhe të plotësojnë kushte gjeneratave tona, sepse ne të parët tanë kanë ardhur në gërbet për ta ruajtur nderin, karakterin, moralin dhe për ta financuar familjen. Edhe ne jemi këtu për t'i ruajtur këto gjëra dhe nëse do t'i mbajmë këto, atëherë kemi fituar, në të kundërtën do t'jemi të humbur ndoshta edhe në këtë botë, mos Zoti edhe në ahiret. Prandaj nuk dua t'ju marr shumë kohë sepse skena sonte është për mysafirët. Ju uroj dhe ju përgëzoj për punën që keni bë. Jeni tash para cakut, ata cilët janë në maraton e kuptojnë se sa e vështirë është kur t'i afrohesh cakut edhe pak, do me thënë mundi është harxuar, por megjithatë motivimi është në maksimum për të arritur deri aty dhe besoj se ju inshallah do të arritni së shpejti aty dhe unë do të gëzohem kur inshallah do të vim dhe të presim shiritin e objektit tuaj. Prandaj ju apeloj me atë që keni mundësi sonte të jeni zemër hapur dhe nuk do të amungoj ajo pasurin, vetëm se siç e përmendi dhe moderatori, çdo herë ku do të jeni aty, do të rikujtoni se një copë, një cigël, një blok të ati objekti keni vurë edhe ju. Allahu ju shpërblef për gjithë kontributin që e keni dhënë dhe që e jepni dhe inshallah që do ta shfrytëzoni objektin në të ardhmen me aktivitetet për cilat ne kemi nevojë, për të gjitha grup mosha dhe të gjitha gjeneratat, nga të gjitha fushat të cilat neve na duhen nga aspekti fetar, kombëtar dhe shoqëror. Selamu alaikum, uroj të kaloni mirë inshallah në këtë manifestim.